Ne do të shohim disa gjëra sot nga fjala e Perëndisë, edhe ajo që do të shohim nga fjala e Perëndisë është e mrekullueshme në fakt, sepse ka të bëjë me një histori që ka ndodhur rreth 2000 vjet përpara. E ne do të flasim faktikisht për këtë, edhe temën si e kam quajtur ka të bëjë me shpresën faktikisht, të kapësh momentin e shpresës. Edhe mbase mund të mendoni nuk ka lidhje me mua, se unë jam në rregull, por ne do të shohim që pikërisht për këtë mësim kemi nevojë sot, sepse diku 2000 vjet përpara dikush kapi një moment shpresë ku nuk ishte shpresë. Edhe do shohim frymërisht se si Perëndia punon, edhe na jep një rrugdalje me këtë. Por të kapësh momentin e shpresës aty ku nuk duket shpresë, po flasim për atë lloj shpresë që nuk është ndjenjë, por është veprim. Edhe ajo që dua të shkoj vite përpara, rreth gati 2000 vjet. Është një histori shumë e veçantë, shumë unike. Dhe kjo histori ka të bëjë me 3 burra. Ato të flasim për 3 burra sot. Dhe këta 3 burra, diçka ndodhi me ta në atë kohë, dhe në atë kohë ishte perandoria romake që sundonte. Edhe ata i quan drejt një kodre. Edhe ndërkohë që i quan drejt një kodre, ata i kryqëzuan në një kryq. Tani kur ne flasim për kryqin ose kur ju dëgjoni për kryqin, gjithmonë e lidhni diçka si ka të bëjë me kristianizmin. Mbase po, mbase jo, por duhet të dini që zanafilla e kryqit, edhe gjithashtu kryqi në vetvete nuk është një shenjë bekimi, por është një diçka që Perëndia na tregon në fjalën e tij, sepse është një instrument nga ana historike që kishte të bënte me torturë dhe dënim, dhe Bibla na tregon që pikërisht në atë vend Perëndia vendosi dikë, edhe do të shohim që ajo që Perëndia vendosi atë nuk ishte një njerëz i zakonshëm. Por dua të kujtoj pak që kryqi nuk ka filluar me Jezu Krishtin. Kryqi, nëse do të dëgjoni edhe hetoni historinë, do të vini re që në shekullin e 2, shekullin e 3, Kartagjena, Fenika, si për shembull, ata që ishin në Afrikën Veriore, ata e përdorin këtë në masë. Dhe mënyra si e përdorin ishte për të turpuruar, po edhe gjithashtu për të ekzekutuar ata që ishin tradhtar ose ishin kriminala. Po nuk ishte madje as nga vetë Kartagjenasit që e patën këtë, nuk e shpikën. Ata e morën nga mbreti Dar. Mbreti Dar është mbreti Persis, edhe ai kryqëzoi faktikisht shumë, gati 3000 njerëz kur ai mori Babilonin. Se të dini që në vitet 600 para Krishtit Babilonia ishte perandoria më e madhe. Por kur ajo ra, e mori Medio Persia, edhe Dari ekzekutoi goxha. Pastaj Aleksandri Madhi aprovoi këtë gjë në ushtrinë e vet, dhe ai ekzekutoi 2000 njerëz. Tani kur vim puna tek shekulli i parë, ne shohim për Romën. Edhe Roma e merr këtë gjë edhe bën si instrumentin e vet. Edhe në qoftë se do të shikoje kryqin ku njerëzit do të kryqëzoheshin, kjo tregonte pushtetin absolut të Romës. Edhe në qoftë se do të kundërvihesh e Romës, ta dije kishte vetëm një gjë që do të priste, e të priste ekzekutimin. Po nuk të priste ekzekutimin me prerje koke, sepse prerja kokës është një vdekje e ëmbël ose një vdekje e thjeshtë. Por ajo që ndodhte ishte që i varen në një kryq. Dhe ndërkohë që i varen në një kryq, gjithë trupi binte nga pesha e varjes. Edhe mushkërit fillonin të zvogloheshin, sepse kafazi i mushkërive ngushtohej për shkak të peshës, dhe i gozhdonin në këmbë. Dhe vetëm në mënyrë se si të mund të merrnin frymë, edhe të mund të ishin lirshëm në frymëmarrje, duhet të ngriheshin mbi ato gozhdët që ishin aty, të ngriheshin edhe të mund të merrnin frymë. Po nuk ishin mbi stol që do ngriheshin, por ishin mbi gozhdët, edhe duke duruar dhimbja për hir të frymëmarrjes, ngriheshin. Ishte vdekja më të mërshme në atë kohë. Edhe quhet gjithashtu një nga vdekjet më të dhimbshme që mund t'i jepësh njeriu. Sepse njeriu do të vdiste në agoni pas një dite, 2, 3 apo 4. Edhe ajo që ndodh në këtë kohë është që Roma, pasi e merr këtë, e bën këtë pjesë të vetës. Edhe të gjithë e lidhin tani kryqin me Romën. Madje Roma në një rrugë që quhej rruga e mbretëreshës, që quhej Via Appia, kryqëzoi 6000 njerëz dhe i vendosin në një rrugë shumë të gjatë. Rruga në fakt është afërsisht 200 kilometra. Po në këtë rrugë, përpara se të hyje në Romë, do të gjeje 6000 njerëz të kryqëzuar. Edhe imazhi që Roma donte t'u jepte njerëzve ishte: ky është fundi të tërë atyre që rebelohen kundër Romës. Me një vdekje të dhimbshme,
me një vdekje tragjike, me një vdekje turpëruese, sepse ajo që ndodhte është që i zhvishnin dhe i nxirrin aty përpara, që të dukeshin, të turpëroheshin, por edhe si një paralajmërim që kushdo që do të ngrihej kundër Romës, kushdo që do të mund të tradhtonte Romën, ky është fundi që e priste. Pra kur flasi për kryqin, nuk po flasi për diçka që është bekim, po flasi për diçka që është torturë, është një mjet torture në atë kohë. Edhe në këtë mjet torture u vendosën 3 burra. Edhe do të lexojmë pikërisht këtë histori, por këta burra u vendosën në një kodër afër Jeruzalemit. Kjo kodra quhej Golgot, ose quhej gjithashtu Kalvar. Edhe ishte si vendi Kafkës. Është afërsisht si këtu te muzeumi. Edhe imagjinoni të keni një kodër të lartë, edhe mbi këtë kodër ekzekutoheshin kriminalët. Dhe gjithë qëllimi ishte që njerëzit ta shihnin atë. Edhe dëgjoni gjithë në atë rënkimin e tyre. Dëgjoni ulërimat e tyre. Dëgjoni britmat e tyre. Sepse duke dëgjuar ato, do të kujtoheshin që të mos bënin më atë krim. E të mos shkonin atje dhe të mos ngrishin krye kundër Romës. Kjo lloj vdekje që ishte e tmerrshme, është vdekja në të cilën 3 burra u vendosën, edhe Bibla na përshkruan historinë e këtyre 3 burrave. Pilati, që ishte guvernator i Romës pikërisht në lindjen e mesme, dha urdhër për ekzekutim dhe ata i vendosën atje. Tani dua që të lexojmë këtë histori së bashku, të lutemi edhe të shohim se çfarë ka Perëndia për të na dhënë. Dhe kjo histori e tek Luka 23, 32 deri në 43. Dhe ishin edhe 2 të tjerë, bashkë me Jezusin, kriminal që i quan bashkë me të për të dënuar me vdekje. Pra ata po i çojnë për të dhënë fund jetës së tyre. Por jo me një vdekje të lehtë, po me vdekjen më të tmerrshme, më shnjërëzore, më turpëruese, që mund të kishte historia në atë kohë. Dhe kur erdhën te vendi i quajtur Kalvar, pra këtu është ajo kodra pranë Jeruzalemit, ose quhet ndryshe edhe Golgota, aty e kryqëzuan atë dhe 2 kriminalët, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Pra kemi 3 kryqe. Edhe kur po flasim për kryqe, kujtoni pak që nga Persia, pastaj me Aleksandrin e Madh, pastaj me Kartagjenën, tani me Romën, po flasim që po i çojnë në një vend ekzekutimi, dhe në ekzekutimin më të dhimbshëm, më turpërues, edhe më shnjërëzor. A do të kemi një perspektivë të qartë të historisë kur flasim për kryqin. Edhe Bibla na tregon vazhdon dhe thotë që tjetri në të majtë të Jezusit. 34 thotë pastaj Jezusi tha, atë fali, sepse nuk din ç'bajnë. Dhe aty ata ndan petkat e tij dhe hodhën në short. Dhe populli qëndronte duke vështruar. Bashkë me ta edhe drejtuesit e përqeshin. Është shumë afër. Është shumë afër. Edhe thot duke thënë të tjerët i shpëtoi, le ta shpëtoj veten. Nëse që nga Krishti i përzgjedhur i Perëndisë. E talli gjithashtu dhe ushtarët, duke ardhur tek ai dhe duke i ofruar utull për të pirë. Dhe duke thënë në qofsh mbreti i Judejve, shpëtoje veten tënde. Për mbi të që është shkruar gjithashtu një mbishkrim me shkronja greke dhe latine dhe hebraike. Ky është mbreti i Judejve. Dhe një nga kriminalët e varur blasfemonte ndaj tij duke thënë, nëse ti je Krishti, shpëto veten tënde dhe ne. Por tjetri, duke u përgjigjur hakrye atij, dhe tha, nuk e ke frikë Perëndin, duke parë që je në të njëjtin dënim? Dhe ne në fakt me të drejtë po marrim shpagimin e duhur për veprimet tona. Po ky njeri s'ka bërë asnjë mbrapshti. Dhe ai tha Jezusit, Zot kujtohu për mua kur të vish në mbretërinë tënde. Dhe Jezusi tha, në të vërtetë po të them, sot ti ke për të qenë me mua, bashkë me mua në paradis. Dhe tulim kokat edhe lutemi Zotit, faleminderit. Ne jemi mbledhur këtu në shtëpinë tënde. Edhe duke adhuruar ty, faleminderit për kohën që na dhe të lartësojmë edhe kremtojmë emrin tënd. Edhe Zot jam mirënjohës gjithashtu për çdo njeri që është këtu. Po lutem Perëndi që të hapësh sytë e të gjithëve, Zot. Që ata të shohin, Zot, atë që ka ndodhur 2000 vjet përpara. Dhe nuk ka ndodhur thjesht vetëm për një pikë të historisë në të shkruarën, por ka ndodhur pikërisht për secili prej nesh sot. Edhe Zot na drejto. Nëse dikush nuk të njeh ty, hapi sytë që të shohë, Zot, fuqinë tënde shpëtuese në kryqin e Kalvarit.
sepse nuk është thjesht një fe, por është rruga që ti sigurove, Zot, për çdo njeri, edhe për anë të vet. Edhe është rruga e shpëtimit, sepse ti e flijove qengjin tënd të pamëkat, që vdiq u varros dhe u ringjall për mëkatet tona dhe për mëkatet e tij gjithashtu. Lutem që fryma e shenjtë të flas, lutem gjithashtu që të na mbulosh me gjakun tënd sot. Edhe hyrë yt, Zoti im, të pashë të zbulohet dhe dashuria jote e thellë dhe pa masë e pa fund, Zot, të mund të prek zemrat e njerëzve. Dhe lutem, Zot, të vinë tek kryqi, të pendohen, e të marrin këtë hir, këtë falje, e të kenë paqe me ty dhe të kenë jetë të përjetshme. Në emër të Jezusit Zot lutem. Amen. Kapja e momentit të shpresës. Tani kemi 3 burra. Edhe me doni tani një kryq, edhe kemi edhe një kryq tjetër, kemi edhe një kryq të tretë. Edhe nga këta të 3 kryqet që kemi, se cili prej tyre është unik, në kontekstin që se cili prej tyre mban një person mbi veten e vet. Edhe diçka ndodh me njërin, diçka ndodh me tjetrin, diçka ndodh me tjetrin. Edhe Bibla i përshkruan këto. Edhe ajo që ndodh është njëri nga këta të dy që janë anash, sepse këta të dy ishin kriminal, ndërsa ai që është në mes nuk ka bërë asgjë mbrapshtësi, nuk ka bërë asnjë mëkat, nuk ka bërë asgjë, por është aty për një arsye. Edhe ajo që ndodh është njëri nga këta të dy në një moment vin kap një shpresë për jetën e tij. Çfarë shpresë mund të gjesh në kryq me çfarë fjala? Je duke vdekur. Por ai kap një shpresë dhe nuk e la atë. E do të shohim pikërisht këtë së bashku. Po mënyra si e kap të shpresë përmes disa gjërave. Së pari ai dëgjon diçka, sepse të gjithë po flasin. A mund të imagjinoni pak nëse do të kthejmë veten tonë 2000 vjet përpara. Edhe njerëzit flasin, fyejnë, shajnë, tallin, edhe vetë këta të dy merren gjithashtu me të njëjtat gjëra. Por në një pikë, ajo që ndodh është njëri nga ata të dy dëgjon diçka që e bën atë të shokohet. Edhe ajo që dëgjon një person që po ndërmjetëson, që po lutet. Për atë është shumë e çuditshme që je në kryq, edhe je duke vdekur, edhe je duke marrë një ndëshkim, edhe të dëgjoj një njeri që po ndërmjetëson, edhe të ndërmjetësoj të thotë të shkosh te Perëndia e të ndërhysh për të tjerë, sepse ky është ndërmjetësues. Pra ai po lutet në këtë. Edhe ajo që ndodh është ky ndërmjetësim i bën këtë kriminalin të ndaloj pak të thotë. Shumë e vështirë që dikush të ndërhyjë midis Perëndisë dhe njerëzve. Shumë e vështirë. E dini pse? Sepse kush mund të dalë përpara Perëndisë edhe të bëhet garant për një tjetër, ndërkohë që vetë ai është mëkatar. Askush nuk mund ta bëjë. Po ka një njeri që është këtu në mes të këtyre dy kriminalëve që po ndërmjetëson. Edhe Bibla na tregon shumë më tepër për këtë tek parti Mateu 2:5-6, po flet për një njeri. Edhe thot sepse vetëm një është Perëndi. Edhe thot pasaj, dhe një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve. Njeriu, Krishti Jezus. Pra ka një njeri në atë kryq. Fjalë për fjalë njeri, siç lindet ju, siç linda unë, siç u rritet ju, siç u rrita unë, është një njeri në atë kryq. Dhe në atë kryq ky njeri po bën ndërmjetësimin. Edhe Bibla thot që një është ndërmjetësi midis njerëzve edhe Perëndisë. Një është midis Perëndisë edhe njerëzve. Edhe kush është? Është Jezusi. Dhe ky njeri, shikoni si thot, së pari thot është njeriu. Pastaj çfarë thot? Pastaj është Krishti. Edhe pastaj thuhet është Jezusi. Pra ky që po ndërmjetëson së pari është njeri. Sepse që të shkosh përpara Perëndisë, edhe të bësh të ndërmjetësosh për njerëzit, duhet të kesh natyrë njerëzore që të ndërhysh për njerëzit. Që të përfaqësosh racën njerëzore, sepse prej nga erdhe. Nëse shkon një përfaqësues i Shqipërisë në një vend tjetër, duhet të jetë shqiptar, nuk mund të jetë një tjetër. Edhe nëse shkon dikush tek Perëndia që të ndërmjetësoj, duhet të jetë njeri. Edhe prandaj thuhet është njeriu. Po e dyta thuhet Krishti. Krishti ka kuptimin fjalë për fjalë vajosur, ose i caktuar emisar për një qëllim. Atë kemi njeriun që është vajosur, ose është caktuar edhe është emisar i dërguar për një qëllim. Pra ky njeri që po ndërmjetëson është caktuar për të ndërmjetësuar.
Dhe gjithashtu kemi një emër dhe është emri Jezus. Dhe Jezus nuk është një emër do si do. Ka një domethënie, ka një kuptim ta përkthesh emrin e tij. Emri i tij do të thotë Perëndia shpëton. Atë kemi në riu, kemi të vajosur, kemi Perëndin që shpëton. Dhe ky në riu në kryq po ndërmjetëson. Dhe Bibla thotë, një është Perëndia. Por gjithashtu, një është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve. Dhe Bibla thotë vargu 6, i cili e dha veten e tij si shpërbles për të gjithë. Pra ky njeri është njeri i përsosur që ka dhënë veten e vet si një sakrificë për të ndërhyrë tek Perëndia për mëkatet tona. Te Romakët 3:23 dhe 25 Bibla thotë, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Ata kur Zoti shikon gjithë racën njerëzore, ai e shikon ashtu siç është në të vërtetë me ligjin e tij. Ju dhe unë kemi mëkatuar. Çdo njeri në këtë planet ka mëkatuar dhe nuk e arrin dot Zoti, nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Po Bibla thotë që duke u drejtësuar falas me anë të hyrjes të tij. Domethënë është mëshira e Perëndisë dhe hyrja e Perëndisë që derdhat mbi ne, nëpërmjet kujt? Nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Nëpërmjet shpengimit që është në të vajosurin Perëndin që shpëton. Të cilin Perëndia e ka vënë që të jetë flijim shlyerje. Pra Perëndia vendosi që duhet të jetë dikush që të sakrifikojë në mënyrë që të vdes për mëkatet e njerëzve. Dhe Perëndia vendosi këtë. Dhe kjo nuk është kafshë, nuk është qengja, nuk janë delet, por është një njeri, po ky njeri duhet të jetë i përsosur dhe Bibla na tregon që ky është i pamëkat. Është qengji i Perëndisë, po e vuri si flijim shlyerje me anë të besimit në gjakun e tij. Sepse shkrimet thonë që pa derdhje gjaku nuk ka falje mëkat. Është e pamundur. Tani Gjoni 1:29 thotë, ditën tjetër Gjoni sheh Jezusin duke ardhur tek ai dhe thotë, ja qengji i Perëndisë. Ja qengji i Perëndisë heq mëkatin e botës. Është një qengj që heq gjithë mëkatin. Është një qengj që derdhi gjakun për të pastruar mëkatin. Është një qengj që u flijua në kryqin e Kalvarit dhe ai është Jezusi. Dhe ai është Jezusi. Tani ky kriminal dëgjon. Sepse kjo bëri ndryshimin. Ne lexuam historinë, ai kthehet nga Jezusi dhe flet ndryshe nga të tjerët. Ky kriminal dëgjon dikë që po ndërmjetëson. Edhe kjo është stangat. Dhe nuk po ndërmjetëson, o Zot më shpëto mua. Po ndërmjetëson atë. Fali. Sepse nuk din çfarë. Gjoni 19:4 na tregon që Pilati e hetoi ata. Madje para Pilatit Herodi e hetoi ata. Edhe nuk gjeti asgjë. Dhe Pilati, ndërkohë që izraelitët po e kërkonin ta kryqëzonin, ai tha, nuk kam gjetur gjë që ta dënoj me vdekje. Nuk kam gjetur gjë që ta kryqëzoj ata. Dhe Bibla thot, Pilati atëherë duke dalë përsëri u tha judejve, ja po ju asjell jashtë, që ta dini se nuk gjej fajsin ata. Pra ky njeriu është njeri i përsosur, nuk ka asnjë faj, thot fjala e Zotit. Tek e parë Pjetër 2:21 dhe 23 thuhet se pikërisht për këtë jeni thirrur, sepse dhe Krishti vuajti për ne duke na lënë një shembull që ju të ndiqni hapat e tij. Dhe duke folur për Krishtin thot, i cili nuk bëri mëkat. As nuk u gjet mashtrim në gojën e tij, i cili kur u fye nuk e ktheu fyerjen, kur vuajti nuk kërcënoi, por ja besoi vetveten e tij atij që gjykon drejtësisht. Pra po flasi për një njeri të përsosur, nuk mëkatoi, nuk tha një fjalë të keqe, nuk tha më falni për atë që thash. Ai ishte i përsosur pas një tëmet. Njeri i përsosur, mirë po të gjithë njerëzit janë mëkatarë. E dini çfarë, nuk ka asnjëri të përsosur, po ja që Jezusi ishte i përsosur, po nga doli Jezusi, pse ishte i përsosur? Pse është i pa faj? Pse është i pa mëkat? Çfarë të veçantë ka? Sepse ky është një njeri, sepse thuhet njeriu është ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve. Por njeriu nuk mund të jetë nëse është mëkatar, po ky ishte, dhe ky është, sepse është i përsosur, është pa mëkat. E dini çfarë? Ky Jezusi nuk është thjesht 100% njeri. Ky Jezusi është Perëndi gjithashtu. Është Perëndia në trup njerëzor. Bibla thotë Gjoni 1, vargu parë dhe 14. Në fillim ishte fjala, pra përpara se të ishte qielli dhe toka, është fjala. Edhe Bibla thotë dhe fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish, ose u bë njeri, dhe banoi ndër ne. Dhe ne sot ditëm njeriu pa,
lavdinë e Perëndis në tokë. Dhe ky njeri ishte 100% njeri, po ky njeri është 100% Perëndi. Dhe është Zoti Jezu Krisht. E para Gjonit 5:20 thuhet dhe ne e dim se biri i Perëndis ka ardhur duke na dhënë të kuptuarit që ne të njohim atë që është i vërteti. Dhe ne jemi në atë që është i vërteti pikërisht në birin e Jezu Krisht. Ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. Nuk ka 4 Perëndi, një është. Po ky është Perëndia që u bë njeri. Dhe Bibla na tregon tek Timoteu 3:16 dhe pa kundërshtim misterin perëndishmërisë është madhështor. Perëndia u manifestua në mish. Atëherë që po ndodh është ky njeri që është në krah të Jezusit. Kemi 3 kryqe. Dhe njëri në mes me çfarë fjalë vdiq për të gjithë. Dhe ai po dëgjon dikë. Në mes të gjithë turmës që po lexoni, që po e talte, po e përqeshte, po e thyente, ishte mjaft skeptike, edhe dyshuese, duke hedhur baltë mbi të nëse me të vërtetë ishte Perëndia. Dhe ky njeri shtang, sepse dëgjon ndërmjetësim. Ky njeri shtang gjithashtu, jo vetëm për shkak të personit që është aty në kryq, po ai shtang edhe për natyrën e ndërmjetësimit. Sepse natyra e ndërmjetësimit nuk është mallkuese siç kriminalët bën. Nuk është mallkuese siç ata të tjerë po nxirrin fjalë. Natyra e fjalëve që dolën nga ai ndërmjetësues ishte hir, ishte mëshirë, ishte dashuri. Është mjaft e mahnitshme në këtë. Sepse kriminali nuk mund të konceptojë dot që ndërkohë që je aty të mund të nxjerrësh këto fjalë. Edhe dini çfarë? Jeta e Jezusit që nga fillimi deri në fund ishte një jetë lutëse. Shërbimi i tij ishte një shërbim lutës. Ai e filloi shërbimin e tij me lutje. Edhe ai vazhdon shërbimin e tij me lutje. Dhe ai e mbyll në kryqin e Kalvarit me lutje. Edhe një nga gjërat më të çmuara që mund të mësojmë për ne që jemi besimtarë është që nuk ka rëndësi sa ngushtë, sa keq, sa vështirë, madje edhe në shtratin e vdekjes mund të shërbesh Perëndis. Dhe si shërbeu? Ai nuk mund të bënte dot asgjë, dhe çfarë bëri? Ai u lut. Edhe kjo lutje, dini çfarë? Ishte efektive. Sepse ndërkohë që Jezusi u lut në kryq, jo shumë kohë më vonë, pas disa javësh, ne kemi 3.000 njerëz që pranojnë Jezu Krishtin si shkrimtarin e tyre, rilindin. Edhe marrin faljen e mëkateve dhe shkojnë në paradiz. Tek Veprat kapitulli 2. Edhe Bibla thot, atëherë ata që pranuan me gëzim fjalën e tij u pagëzuan në të njëjtën ditë u shtuan rreth 3.000 njerëz. Por po të kthehemi te kapja e momentit. Gjëja e parë është dëgjoj. Edhe ndonjëherë ne jemi në një jetë shumë të vrullshme. Edhe nuk ndalojmë dot të dëgjojmë. Edhe ky kriminal në kryq po ka dhimbje, e lotje, gjithë ato gjëra, njerëz që përdasin, edhe jemi gjëra që ndodhin aty rreth rrotulla, ai vetë do të vdes për pa. Ka shumë të vështirë të qetësoj veten. Po ky ndalon edhe dëgjon. Që ai që është në mes po ndërmjetëson. Ai që po ndërmjetëson, po ofron falje, po ofron hir, po ofron mëshirë. Edhe gjithashtu ai bëhet i kthjellë dhe fillon të vëzhgojë tani. Tani Jezusi tërheq vëmendjen. Edhe ai fillon të vëzhgojë me kujdes. Çfarë po ndodh tani? Tani është kthjelluar. Edhe mënyra si vëzhgon ai është ai fillon të dallojë kategoritë që janë aty. Edhe aty dallohen vetëm 2 kategori njerëzish. Në njëri kategori janë të gjithë të tjerë, edhe vetja e tij. Dhe në kategorinë tjetër është vetëm Jezusi. 2 kategori njerëzish janë në Jeruzalem aty. Sepse shikoni çfarë thot, dhe populli, një kategori, gjithë populli, qëndronte duke vështruar bashkë me ta, me popullin, edhe atë drejtuesit përqeshin, pra populli, drejtuesit, ata që janë në kryq, ushtarët, po e tallin, po e fyen, madje janë gjithashtu skeptik. Ti je biri Perëndis, si ka mundsi ti jesh biri Perëndis? Më fal pak, po le të bëj një pyetje. Kur baba ju lindi, nëna ju lindi, si ju thirri? Ju thirri bir apo jo? Jezusi u lind si një njeri. Edhe është Perëndia që u bën njeri. Si do të thirrë atë një kur lind? Edhe ai u thirr biri njeriut, sepse ishte 100% njeri. Dhe ai u thirr biri Perëndis, sepse ishte 100% Perëndi. Do të kuptoni që ai që është në mes është ndërmjetësuesi vetëm
që mund të shpëtoj nga mëkatet tuaja, ashtu si më shpëtoi edhe mua nga mëkatet e mia. Edhe jo vetëm populli, por dhe vetë këta të dy, dhe vetë kriminali ishte bashkë me të. Sepse shikoni te Mateu 27, e njëjta histori na jepet atje, por Zoti zbulon diçka më shumë. Atëherë aty kryqëzuan bashkë me të dy vjedhës, njëri në të djathtën e tij dhe tjetri në të majtën. Dhe ata që kalonin aty e fyenin duke tundur kryet. Edhe vjedhësit, tani edhe kriminali në të djathtë, edhe kriminali në të majtë, janë bashkë me turmën, janë bashkë me popullin, janë bashkë me ushtarët, janë bashkë me drejtuesit, janë të gjithë në njërën kategori. Bibla thot, të cilët ishin kryqëzuar bashkë me të, e shanin një lloj. Piktura është shumë e madhe. Dhe në këtë pikturë është, në njëri kategori është gjithë raca njerëzore. Dhe në kategorinë tjetër është vetëm njëri, ndërmjetësues, pastaj Zoti. Por njerëzimi ndahet në dy kategori. Në njërin është njeriu, Krishti Jezus, dhe është Perëndia në mish. Dhe në kategorinë tjetër është gjithë raca njerëzore që fyejnë, mëkatojnë, blasfemojnë, tallin, përbuzin Perëndin. Dhe ky kriminal bën dallimin tani. Bën dallimin edhe kupton që ka një ndryshim, po kjo pikturë është një pikturë e gjithë asaj që është në ditët e sotme. Sepse Bibla na thotë te Romakët 3:23, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Dhe sot populli, drejtuesit, ushtarët, domethënë çfarë profesioni keni, kudo që jeni, student, në shkollë, në punë, të gjithë janë në një kategori, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Unë përfshi bashkë me ju, jemi në njërën anë të medaljes, të gjithë mëkatarë. Në anën tjetër është vetëm një njeri, që është Krishti Jezus, që do të thot i vajosuri, i caktuar emisar, që të mund të na shpëtoj, dhe ai është Perëndia që u bë njeri. Perëndia që shpëton. Nga ana tjetër është Perëndia i shenjtë, por duhet një ndërmjetësues që të ishte njeri që përfaqëson racën njerëzore. Por gjithashtu të ishte Perëndi që të hynte te Perëndia, sepse kush mund të shkojë te Perëndia? Kur të gjithë janë mëkatarë, asnjëri. Dhe Perëndia çfarë bëri? Ai erdhi nga qielli në tokë, edhe siguroi një urë lidhëse midis njerëzve edhe Perëndisë. Dhe kjo urë lidhëse, ky ndërmjetësues, është Krishti Jezus. Është Zoti Jezu Krisht. Bibla thotë Hebrejnë 7 për Jezusin. Por ky njeri, pra po flasi për një njeri, dhe është një njeri pa mëkat, pa faj, që ndërmjetësoi dhe u flijoi veten e vet për gjithë mëkatarët. Duhet një pa mëkat që vdes për mëkatarët. Një mëkatar nuk mund të vdesë ose të paguajë për mëkatarët. Por ky njeri, nga që vazhdon përjetësisht, ka një priftëri të pandryshueshme. Çfarë po bën Jezusi aty? Po lutet. Të lutesh do të thotë të kesh rol priftëror, rol ndërmjetësues. Prandaj edhe është i aftë. Ky njeri që të shpëtoi katërcipërisht, domethënë, plotësisht, ata që vinë tek Perëndia me anë të tij. E vetmja mënyrë si mund të shpëtohesh të vesh te Perëndia me anë të këtij ndërmjetësi, nuk ka mënyrë tjetër. Edhe thot pastaj, duke qenë se ai jeton për jetë, duke bërë ndërmjetësim për ta. Çfarë pa kriminalin në fillim? Pa atë që po ndërmjetësonte, po lutej për kë? Për të gjithë, edhe për këta të dy, edhe për ne gjithashtu. Edhe Bibla thot, sepse i tillë prifti lart na volite, ose na duhej, e thot i shenjtë, i papërlyer, i pandotur, i veçuar nga mëkatarët, sepse nuk mëkatoi kurrë. I bërë më i lartë se qiej. Edhe Bibla thot, të cilit nuk i duhet të ofroj flijime të përditshme, pra të bëj kurban, siç patëm kurbanin tani para ca ditësh. Nuk duhet të bëj kurban kafshësh. Edhe Bibla thot, flijime të përditshme si të tjerë priftërinë të lartë. Po disa ofrojnë flijime kafshësh. Bibla thot, së pari për mëkatet e veta, ata me që janë mëkatarë ofrojnë një flijim me kafshët për mëkatet e tyre, pastaj do ofrojnë për mëkatet e popullit, sepse edhe hoxha, edhe prifti, edhe unë, edhe ju jemi gjithë mëkatarë. Por Jezusi nuk e ofroi për mëkatet e veta, sepse ai ishte pa mëkat. Ai ofroi për mëkatet e gjithë neve. Edhe Bibla thot, dhe pastaj edhe për të popullit, sepse këtë e bëri një herë të vetme kur ofroi veten e vet. Edhe Bibla thot që ky është ndërmjetësuesi. Tani kemi dy kategori. Interesante është që ky që
I thirrë Jezusit për të shpëtuar, ai shikon nga kryqi, edhe ai lexon diçka atje sipër kryqit. Edhe ai lexon mbreti I judejve në 3 gjuhë. E lexon në gjuhën latine, në gjuhën greke, e lexon edhe në gjuhën hebre. Edhe është pikturë e 3 racave njerëzore. Edhe mbreti që është mbret I gjithë racës njerëzore është Jezus. Edhe ai po shef atë që është mbret. Edhe ai ndalon, edhe fillon të kuptoj pak, kush është ky që po vuan, kush është ky që po jep jetën, kush është ky që po vdes në kryq. Prandaj, nëse shikojmë pamjen me një diagram të qartë, atë njerëzimi mëkatar, Perëndia I shenjtë dhe një ndërmjetësues në kryq që po jep vjetën, në mënyrë që të pajtojë njerëzit me Perëndin. Dhe ai që pajton njerëzit me Perëndin është Jezu Krishti. Por ai vdiq në një kryq ku vuajti torturën, jo vetëm njerëzore, po mori gjithë dëshkimin e Perëndis mbi trupin e vet, sepse Perëndia bëri mëkat atë që nuk njihte mëkat, që ju dhe unë të bëhemi drejtësia e Tij në të. Kriminalët tani shohin këtë gjë. Edhe ky kriminali e shef. E ndërkohë që shikon tani, ai dëgjon fjalët ndërmjetësuese. Edhe ai dëgjon fjalë hiri. Krejt ndryshe nga gjithë psikologjia njerëzore që mund të mendojë një kriminal. Edhe ai gjithashtu shikon që ai është mbreti. Edhe ai duket sikur një tull e godet në kokë. E kuptoni shprehjen? Ai vjen në terezi. Edhe ai fillon të kthjellohet, ai fillon të shqyrtoj tani. Ai nuk është vetëm vëzhgues, ai fillon të shqyrtoj tani. Dhe vargjet më poshtë na tregojnë që ai është analizues I mirë edhe I kujdesshëm. Dhe çfarë shqyrton? Ai fillon të shqyrtojë që ka një jetë frymërore, jo vetëm jetë fizike. Sepse Perëndia I përjetshëm do të gjykojë shpirtin tim të përjetshëm. Sepse ju nuk jeni vetëm qenie fizike, por keni edhe një shpirt të përjetshëm. Edhe ai fillon të mendojë për shpirtin e tij. Edhe fillon të kthjellohet sepse ai po shef dikë që është mbreti I universit, që po vdes në kryq, dhe gjithçka ka të bëjë me një shpirt, sepse shpirti është I përjetshëm. Marku 8 thuhet sepse çdo bit do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën dhe më pas të mbajë shpirtin e vet. Ai fillon të vlerësoj shpirtin e tij tani mbi shumicën, mbi shoqërinë, sepse ai fillon të reagojë. Dhe Bibla na thot por tjetri, pra nga të dy ata, njëri nga ata po vazhdonte po shante, por ky ndalon tani, sepse ka bërë më përpara njësoj si ai tjetri, ndalon sepse një tull e ka goditur në kokë, mund të them nga ana fizike, sytë e tij u hapën nga ana perëndis, nga ana frymërore. Edhe ai I flet tjetrit. Edhe ai tani vendos veten e vet në opozit me gjithë racën njerëzore. Edhe refuzon shoqërinë mbi shpirtin e vet. E dini çfarë? Shpirti juaj është gjithçka që keni. Mos e besoni shpirtin tuaj çfarë thon të tjerët, por ndaloni dhe kthjelloni veten tuaj, sepse një ditë do të dilni përpara Perëndis dhe shpirti juaj do të jetë ose përjetësisht në ferr, ose përjetësisht në para. Edhe ky I hakrohet atij. Mbaj mend kur kam qenë një herë duke ndarur ngjillin me 2 adoleshentë nga Volga, edhe ndërkohë që po flisja me njërin, tjetri nuk ishte interesuar dhe ai iku. Pastaj erdhi pas një farë kohe dhe I tha hajde si do ikim. Po ky tjetër ishte interesuar dhe vazhdoi të dëgjonte, pastaj ai iku, pastaj erdhi ta trishte zvarr. Këtë dhe nuk donte ta lindte të dëgjonte. Ky ndalon edhe I thot: "Ekiva, unë do të rri do të dëgjoj." Tani ne qarkullojmë në një ambient që lloj-lloj gjëra shtuhen për Jezu Krishtin. Edhe në kryq, ai u fye, ai u blasfemua, ai u tall, ai u provokua nëse ishte Perëndia, ai ishte Perëndia. Të zbriste nga kryqi. Por nëse do të zbriste nga kryqi, ai nuk erdhi që të mund të çonte në kryq të tregonte që ishte Perëndi, sepse ai tregoi që ishte Perëndi. Ai ringjalli të vdekur, ai ndaloi stuhin, ai të bëi demon, ai tregoi që ishte Zoti I qiejve dhe I tokës, ai tregoi që ishte Zoti I jetës dhe I vdekjes. Ai tha unë jam ringjallja dhe jeta. Por ai shkoi në kryq sepse ai donte të na shpëtonte, sepse vetmja mënyrë si mund të pajtoheshim me Zotin ishte përmes një sakrifice të drejtë. Dhe I vetmi që është I denjë për të përfaqësuar njeriu me Perëndin, për të ndërhyrë tek Perëndia për njeriu, është Krishti, Jezus, njeri. Perëndia që u bë njeri. Tani kur vjen puna për shpirtin tënd të përjetshëm, nuk duhet të kesh sy tek shumica.
Çfarë mendon ti? Do të kesh sy tek fjala e Perëndis. Do të kesh sy tek Perëndia e fjalës. As te shoqëria, por tek Perëndia. Edhe ajo që ndodhesh kur ai shfryton veten, ai fillon ta distancojë veten nga shoqëria, ai ka frikë tani. Ai mendon që kam një shpirt, edhe ky shpirti im do të dalë përpara Perëndis. Edhe ai tani në këtë frikë, ai fillon ta shpreh tani. Edhe thot, po tjetër duke përgjigjur hakri atij dhe tha, nuk ke frikë, nuk ke frikë. Më dëgjoni pak, heshtja e Jezusit e bëri atë të ishte i frikësuar, sepse ai nuk foli. Ai nuk theu me një fjalë pyetje. Ai heshti, sepse ai do të vdiste dhe ai vdiq, dhe ai do të paguante, dhe ai pagoi për mëkatarët, sepse ishte vetëm në mënyrë. A mund të mendoni pak Perëndia dhe hapësinë e tij, edhe është një vuajtje e tmerrshme, sepse mëkati është i tmerrshëm, sepse thellësia e dënimit të Perëndisë është shumë e madhe. Të mendosh që Perëndia kthen kurrizin ndaj birit të tij, do të thotë që Perëndia është i tmerrshëm në gjykim. Dhe kur të dilni përpara Perëndisë, Bibla thotë gjë e tmerrshme për njeriu të bie në duart e Perëndisë së gjallë. Dhe ky njeri ka frikë tani. Ka frikë sepse e di që kur të vdes shpirti i tij do ndahet nga trupi. Dhe kur të vdes do të dalë të jap llogari. Dhe heshtja e Jezusit, sakrifica e Jezusit, ndërmjetësimi i Jezusit, ofrimi i faljes i Jezusit, e bëri atë të frikësohet nga një Perëndi që po dënon këtë të drejtin. Dhe nëse Perëndia po dënon të drejtin, çfarë mund të bëjë Perëndia për mëkatarët? Edhe një frikë ka kapur këtë. Shpëtimi nuk ka është të pranosh Jezusin nga zëllim, sepse Jezusi është një hajmali e mirë. Të kesh frikë nga Zoti, sepse Perëndia të gjykojë. Po Perëndia siguroi një rrugë shpëtimi dhe në zemërimin e tij, ai erdhi gjithë zemërimin e tij mbi një person. Dhe ky person është Jezusi. Dhe Bibla thotë që frika e njeriu të përbën lak. Ne do të hedhim poshtë frikën e njeriu. Ne kemi frikë nga Zoti. Ky njeri e hodhi poshtë atë. Te Hebrejë 9:27 thuhet sepse është përcaktuar që njerëzit të vdesin një herë, po pas kësaj bëhet gjykimi. Ka një gjyq pas vdekjes. Ju do thoni, nuk e di, ai kriminali vdiq shpejt. Unë nuk e di kur do vdes. As unë nuk e di kur do vdes. As ju kur do vdisni. Por të dini një gjë. Ne ecim me vdekje. Ne flem me vdekje. Ne marrim frym, sepse asnjëri se di se sa do të rrohë. Dhe ashtu si kriminali, mbasi nuk jemi aq të sigurt që pas 2-4 ditësh do vdesim. Por kush është garant që nesër do të gdhihet shëndoshë mirë? Kush mund të garantojë këtë? Atëherë duhet zgjidhur çështja e shpëtimit të shpirtit sot, njësoj si puna e atij kriminali. Tani ky kriminal bën diçka tjetër. Ai pranon dënimin për shkak të fajit. Ai e kupton tani. Edhe ai me të vërtet po dëgjon dikë që po ndërmjetëson, po dëgjon fjalë hyri, edhe gjithashtu po shohën që ky njeri është i veçantë, po ne të gjithë të tjerët jemi ndryshe, edhe ai ka frikë. Edhe heshtja e këtij njeriu ndërmjetësuar, që është Zoti Jezu Krisht, e bën atë të ketë frikë. E ndërkohë që ka frikë, ai fillon të kuptojë që është në kryq. Pse është në kryq? Sepse do dënohet. Po nëse Pilati e dënoi atë sepse i gjykati drejt, e dini çfarë? Perëndia është më i drejtë se Pilati. Dhe ju keni mëkatuar. Dhe mëkati do i çojë në ferr. Edhe ai kupton që mëkati ka kosto, ka dënim, ashtu si vjedhja kishte dënim sepse ai është në kryq, sepse ka bërë një krim ndaj Romës. Edhe ashtu si kriminali do të ndëshkohet dhe mëkatari do të ndëshkohet. Edhe ashtu që ndodhesh, ai duke u përgjigjur i thot atij, a nuk e shef që je në të njëjtën dënim? Nuk e kupton ti tani që ti je aty sepse ke bërë krim ndaj Romës? Nuk e kupton këtë, por gjithashtu nuk kupton ti që kur të dalësh përpara Zotit të japësh llogari për të gjitha krimet që ke bërë. Unë po s'kam bërë krime. Të gjithë që kanë shkelur ligjin e Perëndisë janë fajtor. Dhe Bibla thotë, nëse ke gënjur, nëse ke vjedhur, nëse ke nxjerrë një fjalë të pandershme nga goja, nëse ke lakmuar, etj, ti ke shkelur ligjin. Edhe ai e fajtor. Ashtu si hajduti nuk ka rëndësi se sa vjedh kur hyn në një shtëpi, apo vjedh celular apo vjedh laptopin është hajdut. Ju keni shkelur ligjin e Perëndisë, po ashtu dhe unë, sepse të gjithë jemi në një krah. E duhet kemi frikë, sepse një ditë, kjo ditë po vjen. Zbulesa 21:8 thotë, por frika cakët dhe jo besimtarët, dhe të neveritshmit, dhe vrasit, dhe kurvruesit, dhe magjistarët,
dhe i lojtarë dhe gjithë gënjeshtarë kam për të pasur pjesën e tyre. Kriminali tha, jam në të njëjtën dënim. Pse jam në dënim? Sepse është pjesa ime. Nuk do isha këtu nëse nuk do kisha bërë krim. A ishte në kryq sepse ka shkelur ligjin. Dhe këta njerëz janë në ferr sepse kanë shkel ligjin e Perëndisë. Pjesën e tyre, domethënë, Zoti nuk çon asnjërin në ferr. Nuk çon asnjërin në ferr. Është mëkati juaj, shkelja e ligjit që ju bën juve që të shkoni në ferr. Ai është në kryq pse? Sepse ka bërë krim. Këta njerëz janë në ferr pse? Sepse kanë shkelur ligjin. Edhe Bibla thot sepse paga e mëkatit është vdekja. Edhe Bibla vazhdon thot pjesa e tyre në liçenin që dihet me zjarr dhe zgjufur, që është vdekja e dytë. Vdekja në Bibël nuk do thot zhdukje, vdekja në Bibël do thot ndarje. Edhe kur vdesin fizikisht, shpirti ndahet nga trupi. Kjo është vdekja fizike. Por ka dy vende të përjetshme në univers. Ose përjetësisht me Zotin bashk, ose i ndar nga Perëndia, domethënë i vdekur në liçenin e zjarrit. Po për shkak se jemi mëkatar, paga e mëkatit është vdekja. Vdesi fizikisht, por edhe të ndar nga Zoti, përjetësisht në ferr. Por Jezusi erdhi për të na pajtuar me Perëndin, duke sakrifikuar veten e tij për mëkatet tona. Te Luka 23:41 thot, ne në fakt me të drejtë po marrim shpagimin e dur për veprimet tona. Ai po kupton që është aty me të drejtë, dhe ta dini ju do të shkoni në ferr me të drejtë. Sepse mëkatari ka një kosto të vetme, ndarje nga Perëndia në ferr, që është vdekja e dytë. Kriminali pranon gjithashtu që Jezusi nuk ka bërë asnjë mëkat. Edhe po dënohet pa faj. Edhe ju duhet kuptoni që 2000 vjet përpara në histori, Perëndia bëri diçka që është unike. Është e pakonceptueshme për mendjen njerëzore. Edhe ai dërgoi birin e tij që lindi nga një vigjoresh, jetoi një jetë pa mëkate dhe çfarë bëri? E ndëshkoi, ndërkohë që nuk duhej ta ndëshkonte. Por dashuria e tij është shumë e madhe për ju dhe për mua. Sa që u treguan atë kryq. Dhe vdiq për ne, u varros për ne, dhe u ringjall për ne. Edhe Bibla thotë që kështu tha, sepse Jezusi është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Sepse atë që nuk njihte mëkat, Jezusin të pa mëkat, Perëndia bëri të jetë mëkat për mua dhe për ju, për ne, që ne të bëhemi drejtësia e tij në të. Kjo është ajo që ndodh me Zotin. Pika e fundit është, ai ka një vendim të duhur. Pra ai dëgjon, ai shqyrton, edhe ai vëzhgon, tani së fundi ai vendos. Ai do të marrë një vendim, sepse edhe pak kohë ka ngel. Edhe çfarë vendos? Ai pranon së pari që veprat nuk të shpëtojnë. Ai është në kryq. Ai nuk mund të bëjë dot asgjë. Ai nuk mund të shkojë të ndihmojë të varfrit. As nuk mund të jap për të varfrit. As nuk mund të kujdeset për dikë. As nuk mund të japë të bëjë ndonjë bamirësi. Ai nuk ka asnjë shans të bëjë ndonjë vepër të mirë që të mund të pranohet përpara Zotit. Ai është aty në kryq. Edhe do të kuptoni që veprat tona nuk na nxjerrin dot të drejtë përpara Perëndisë. Ai tha Jezusit. Ai thot Jezusit. Ai e kupton që nuk mund të shpëtojë dot veten. E gjithashtu ai nuk ka kohë as të vejë në kish, as të vejë në xhami, as të mund të shkojë në një fe. Nuk ka kohë, sepse asgjë, as feja, as veprat, as gjë, sepse ai më poshtë shpëtohet. Pra shpëtimi në sytë e Perëndisë nuk ka të bëjë me veprat, nuk ka të bëjë me cilën fe jeni, nuk ka të bëjë me cilën fe ndiqni, sepse asnjëra nga këto nuk të shfaqson përpara Zotit, sepse mëkati do paguar, dhe i vetmi që pagoi mëkatin është Jezusi. I vetmi që ndërmjetësohet midis njerëzve edhe Perëndisë është Jezusi. Jo vetëm që pranon gjithashtu që veprat nuk shpëtojnë, po ai pranon që Jezusi të shpëton. Sepse ai kthehet nga Jezusi, do të thotë ky është pendimi. Të pendohesh do të thotë që ti e kupton që je mëkatar, e kupton që nuk shpëton dot veten, e kupton që veprat nuk të shpëtojnë, e kupton që asgjë s'të shpëton dhe kthehesh nga ai vetmi që të shpëton. Dhe i vetmi që shpëton atë është Jezusi. Edhe ai tha Jezusi. Dhe ai tha Jezusi. Ky e kapi momentin, sepse ai pa që Jezusi është sakrifica e Perëndisë për mëkatin. Është i vetmi që lidh njeriu me Perëndin. Është i vetmi që përfaqëson njeriu përpara Perëndisë. Është i vetmi që gjithashtu ka potenciali të dalë përpara Perëndisë, sepse është Perëndia vet. Dhe është i vetmi që e pagoi çmimin e mëkatit, sepse me mëkat nuk mund të dalë përpara Perëndisë, por kur ti pranon Jezusin, Perëndia të heq mëkatin edhe të lanë nga mëkatet. Dhe ai pastaj e fundit është,
Ai thret personalisht Jezusi si Zot dhe Shpëtimtar. Pra ai merr një vendim, ai është i urtë. Në urtësinë që Zoti hapi syt atij, patjetër, ai është i urtë. Edhe ai kupton, veprat nuk shpëtojnë, do të lënë. Ai kupton shoqërinë ka më përpara, ai la atë. Dhe ai kupton që vetëm Jezusi të shpëton. Dhe ai thret Jezusi sepse ta dish të këto gjëra, që Jezusi ka ardhur, ka vdekur në kryq, është varrosur, është ringjallur, nuk mjafton. Duhet të bësh një zgjedhje finale, të drejtohesh nga Jezusi dhe të trasësh atij, edhe të thuash atij, kam nevojë, kujtohu për mua, kur të vish në mbretërinë tënde. E të trasësh atë si Zot. E dini çfarë? Zoti, kur të dilni përpara Zotit, do t'i kujtoj dy gjëra. Ose do kujtoj momenti sot që ju i thirrët atij për t'ju shpëtuar dhe ai ju shpëton, ose do ju kujtoj të gjitha mëkatet që keni bërë. Ju i keni harruar mëkatet që keni bërë. Nuk e mbani mend gënjeshtër kur bëhet herën e parë. Nuk e mbani mend herën e dytë. Bashkë e mbani mend. Por të dytën jo, të tretën jo. Sa vjeç jeni? E dini sa gënjeshtra keni bërë? Një mal me gënjeshtra keni bërë. E dini sa mashtrim e keni bërë? Një mal me mashtrim e keni bërë. Sepse natyra është e rëndë. Edhe Zoti do ju kujtojë të gjitha, edhe çfarë? Dhe ai është i drejtë dhe i shenjtë, edhe do të çon ferr. Jo sepse do, po sepse tu të çon mëkatin. Por ai është dashuri. Dhe në dashurinë e tij ai vdiq për mua dhe për ju. Edhe ai do të kujtoj këtë ditë sot, nëse ju thirrni atë si Zot dhe Shpëtimtar. Edhe dini çfarë? Nuk do ju çojë në ferr, po do ju çojë në mbretërinë e tij. Dhe Bibla thot, ai na nxjerr nga pushteti i errësirës. Dhe na çon në mbretërinë e birit të tij të dashur. Dhe kjo ndodh vetëm kur ne kthehemi nga Jezusi dhe i besojmë atij, duke e pranuar atë si Zotin ton dhe si Shpëtimtarin ton. Bibla thot në Romakët 10:9 edhe 10, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia ringjalli atë prej së vdekuris, ti do shpëtohesh, nga të shpëtohesh, nga ferri. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi bërje, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Edhe vargu 13 thot, sepse kush do që do të thrasë emrin e Zotit do shpëtohet. Kush do? Unë kam bërë këtë 30 vjet përpara. Unë e di që do të shkoj në paradis, jo sepse jam njeri i mirë, por sepse kam pranuar atë që Perëndia dha për shpëtimin tim. Po nuk e dha vetëm për shpëtimin tim, e dha për të gjithë ne. Sepse ai është ndërmjetësuesi vetëm midis njerëzve dhe Perëndisë. Dhe ai është i vetmi shpëtimtar. Bibla thot, njeriu Krishti Jezus. Që do të thot, njeriu i vajosur, por Jezus do të thot Perëndia shpëton. Kur ti pranon Jezusin, pranon të vetmi rrugdalje të Perëndisë, sepse Jezusi tha, unë jam rruga. Jo një nga rrugët. Unë jam e vërteta. Jo një nga të vërteta. Unë jam jeta. Dhe i vetmi që të çonte Perëndia, i vetmi që të jep jetë për jetëm, i vetmi që është rruga, i vetmi që është e vërteta, jashtë Jezusit të zgjënjeshtë, është Jezus. Dhe Luka 23, dhe Jezusi tha, dëgjoni pak, çfarë bëri Perëndia pasi ai u kthye nga Jezusi? Jezusi tha, në të vërtetë po të them sot. Në qoftë se ju besoni te Jezu Krishti, premtimi i Zotit është sot, jo nesër. Sot ai të paqë. Sot ai të jep jetë për jetë. Sot ai të zhvendos nga toka në qiell frymërisht, domethënë të zhvendos në paradis. Sot i tha, do të jesh me mua në paradis. Pra ai bëri një zgjedhje, të mori gjithashtu faljen e Zotit, premtimin e Zotit, shërimin e Zotit dhe gjithashtu garancinë e Perëndisë për në paradis. Ta përmbledhim, kupton ndërmjetësimin. Tani kthehemi tani, 3 burra ishin aty. Njëri në mes vdiq për një arsye, edhe ai vdiq për të ndërmjetësuar. Do të kuptojmë që ka një ndërmjetës midis njerëzve dhe Perëndisë është Jezu Krishti. Po vetëm kupton ndërmjetësimin, po vëzhgo kategorinë e njerëzve. 2 janë. Përveç Zotit, 2 janë. Në njërin anë jemi të gjithë ne si racë njerëzore, sepse kur Adami mëkatoi, mëkati u shtritet të gjithë. Edhe të gjithë ne mëkatojmë dhe të gjithë ne vdesim sepse paga e mëkatit është vdekja. Po është edhe një tjetër që është njeriu Perëndi, Perëndia njeri. Dhe ky është Jezu Krishti. Edhe ai nuk mëkatoi kurrë, po çfarë bëri? Ai vdiq në një kryq dhe u varros. Dhe nuk ndaloi, por ai mposhti vdekje dhe u ngrit nga vdekja. Pra kemi Perëndinë e shenjtë nga njëra anë, njeriu mëkatar në anën tjetër, dhe ka një ndërmjetësues midis njerëzve dhe Perëndisë është Jezusi. Pasaj pasi vëzhgon kategoritë, je kurajos për vete. Edhe kuptimi është vlerëso shpirtin tënd
Bi opinionin e shumicës. Ki frikën e Zotit, jo frikën e njeriut. Sepse është të mërshme të dalësh në duart e Perëndis. Prano dënimin e pafarishëm të Jezusit në vendin tënd. Mund ta refuzosh, po do të dënohesh vetë. Mund të pranosh, edhe kjo është dhuratë e Zotit, është hiri i Perëndis. Perëndia t'i jep jetë të përjetshme. Dhe merr një vendim. Nuk të shpëtojnë veprat. Ktheu nga Jezusi. Pranoje atë si Zot dhe Shpëtimtar, duke e thirrur. Romakët 6:23, vargu i fundit është, sepse paga e mëkatit është vdekje. Por, do t'je kthen 180 grada. Dhurata e Perëndis është jeta e përjetshme. Ai do të na jap, nuk e meritojmë, por është dhuratë. Nëpërmjet Jezu Krishtit, pse? Sepse ai vdiq për ne, ai pagoi për ne, ai u ringjall për ne. Ka vetëm një mënyrë si mund të shpëtohesh, të marrësh dhuratën e Zotit. Sepse Bibla thot, Perëndia ka një dëshmi, Perëndia na jep jetën e përjetshme, ky jetë është brenda në birin. Ai që ka birin ka jetën. Nëse nuk ka birin, mëkatet e tua qëndrojnë mbi supin tënd. Dhe nëse qëndrojnë mbi supin tënd, do të paguash vetë në zjarr të përjetshëm. Zoti nuk do të shkosh atje. Dhe Zoti çfarë bëri? Dënoi birin e tij për mëkatet e tua. Dhe nëse ti pranon Jezusin, Perëndia merr mëkatet e tua që janë mbi ty. Edhe mbi Jezusin nuk ishte asnjë mëkat. Dhe vendos ato mbi Jezusin, sepse Perëndia e bëri Jezusin mëkat. Për ju dhe për mua, që të bëhemi drejtësia e tij në ta. Prandaj vetëm mënyra si të shpëtohesh është të marrësh Jezusin, sepse merr faljen e mëkateve dhe jetë të përjetshme. Edhe ashtu si ai tha, e kapi momentin. Ju do thoni kam kohë. E di çfarë? Është çmenduri të refuzosh dhuratën e Zotit. Nuk e dini sa do të jetoni. Sot mund të keni faljen e Perëndis, mund të keni paqe me Perëndin. Le të ulim kokat përpara Perëndis. Faleminderit. Unë do t'ju inkurajoj që të mund të hidhni këtë hap. Nëse Zoti ju ka folur, ka një zgjedhje që duhet të bëni. Duke kuptuar tërë këtë pamje që ka ndodhur në kryqin e Kalvarit 3000 vjet përpara. Zoti e sjell sepse ai dëshiron t'ju falë ju. T'ju pajtoj me veten. Por duhet të bëni një zgjedhje. Dhe zgjedhja është, duhet të pendoheni që nuk e shpëtoni dot veten, veprat nuk e shpëtojnë, po të ktheheni nga ndërmjetësuesi, që vdiq, u varros dhe u ringjall për ju. Dhe ai është Jezu Krishti. Dhe Bibla thot, kushdo që do thrasë emrin e Zotit. Dhe nëse e bëni atë, ai do ju shpëton. Por jeni ju që duhet të ktheheni ashtu si ai kriminal u kthye dhe tha Zot kujton. Nëse nuk do të bënte, nuk do të mund të merrte falje. Edhe ju duhet të merrni një vendim. Të ktheheni nga Jezusi, të thrisni atë si Zotin tuaj dhe Shpëtimtarin tuaj. Unë do të bëj një lutje, por lutja nuk ju shpëton. Thjesht do të ndihmoj ju nëse qëndrimi i zemrës suaj është drejt me Zotin dhe dëshironi të shpëtoheni sot. E të keni faljen e Zotit sot. E të keni paqe me Perëndin sot. Lutuni bashkë me mua, po lutuni Zotit pas meje. Zot Perëndi, e pranoj që jam mëkatar. Edhe di që mëkati ka një kosto. Edhe ti je i drejtë. Edhe ndëshkon mëkatin. Dhe më kam frikë, Zoti. Dhe nuk dua të shkoj në ferr. Por sot kuptoj që ka një ndërmjetësues që ti sigurove. Edhe ai është Jezus. Edhe unë hap zemrën time. Edhe pranoj Zotin Jezus. Që të bëhet Zoti im dhe Shpëtimtari im. Faleminderit që Jezusi vdiq në kryq. Faleminderit që ai pagoi për mua. Faleminderit që ai vdiq, u varros dhe u ringjall përsëri. Unë besoj atë. Dhe faleminderit që ti më ke falur tani. Përmes birit tënd, Zotit Jezu Krisht. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Tani
çfarëdo gjëje që të ka ndodhur në zemrën tuaj, në jetën tuaj, ta dini një gjë. Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të merrni ndonjëherë në jetë është të merrni paqen me Zotin, falje me Zotin. E di që neve na rrethon një jetë e burrueshme dhe e rrëmueshme. Edhe di që jemi kaq të zënë nga mëngjesi në darkë me lloj gjëra. Por e dini, ashtu siç ka ardhur fundi për gjyshin tim, për stërgjyshin tim, për babin tim, do të vi fundi edhe për mua. Po do vi fundi edhe për ju. Dhe një ditë nuk do të ngriheni nga shtrati. Ju premtoj, nuk do të ngriheni dot. Dhe atë ditë nuk do të ketë rëndësi si nuk punova edhe një punë të dytë. Nuk do të ketë rëndësi sa do të gatoni pas 2 ditësh. Nuk do të ketë rëndësi ku do të pushoni në verë. Nuk do të ketë rëndësi kush do fitoj kampionatin. Atë ditë do të vini për mua. Do të jepni mua. Edhe Zoti nuk është i padrejtë. Por ai tërgoj birin e tij që vdiq për ju. Mos e merrni lehtë. Atë ditë do ju kujtohet kjo ditë e sotme. Do ju kujtohet se si Perëndia ju dha një mundësi për të shpëtuar. Do ju kujtohet se si e refuzuat Jezu Krishtin. Do ju kujtohet se si zgjodhet më shumë shoqërinë, fen, traditën, se sa ndërmjetësuesin që vdiq për ju. Dhe do të kujtohet nëse sot e pranuat Krishtin. Do të kujtohet edhe kjo. Edhe ai do të thrasë. Dhe Bibla thot, kur ai të thrasë emrat, ai do të vi, do të thrasë emrat e secilit të gjitha atyre që i besuan atij. E do të ngjisë lart. Dhe nëse jeni të rilindur, kuptoni diçka. Ai nuk vdiq që të jetoni për botën. Ai nuk i bëri bitë Perëndis për të qenë bitë djallit. Të jetoni si demon. Ai ju shpëtoi për të qenë drita e tij. Ai ju shpëtoi për të qenë kripa e tij. Edhe ai është po aq i frikshëm. Edhe sot. Edhe ditën të shkojë bitë e tij. Jetoni të shenjtë për Zotin. Jetoni për Perëndin. Mos e lini veten në rrymën e kësaj bote që është formuar.